Ai I cili fal, atë fal Allahu. Ai I cili mëshiron, atë mëshiron Allahu. Ai I cili e ndihmon vëllaun e tij, Allahu do ta ndihmon atë. Më përmendni ju mua, unë do t'ju përmendi juve. Çdo të mirë që e bën, e mira do të kthehet. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, njerëzit në jetën e tyre nuk janë të njëjtë, njerëzit në jetën e tyre nuk janë të barabartë, njerëzit në jetën e tyre dallohen në bazë të veprave të tyre, qofshin ato të mira apo të këqija. Mirë po, është ligji I Allahut Azza wa Jall në tokë që ai I cili ban mirë e mira do t'i kthehet. Ai I cili ban keq e keqja e tij do t'i kthehet. Bile deri në atë shkallë sa që ai I cili ban mirë e mira do t'i kthehet në të njëjtën mënyrë. Ai I cili ban keq edhe e keqja do t'i kthehet në të njëjtën mënyrë. Kështu Allahu Azza wa Jall na tregon në ajete të Kur'anit, kështu na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Ibn Qayyim al-Jauzi rahimullah tha, është ligji Allahut Azza wa Jall që Allahu në këtë mënyrë ti shpërblen apo ti dënon njerëzit në bazë të veprave të tyre në të njëjtën mënyrë. Tha, ai I cili fal, atë fal Allahu. Ai I cili mëshiron, atë mëshiron Allahu. Ai I cili ndihmon, atë ndihmon Allahu. Ai I cili mbulon, atë mbulon Allahu. Dhe e gjithë kjo duke u bazuar në fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, I cili tha, ai I cili e ndihmon vëllaun e tij, Allahu do ta ndihmon atë. Ai I cili ja largon vëllaut të tij një breng në dunja, Allahu do t'ja largon atij një breng prej brengave të ahiretit. Ai I cili ja mbulon vëllaut të tij ndonjë tëmet, ndonjë gabim, Allahu do t'ja mbulon atij tëmetat, gabimet në ditën e gjykimit. Kështu që besimtari kërkohet çdo herë në jetën e tij të mundohet të ban mirë, pa marrë parasysh njerëzit a e vlerësojnë, pa marrë parasysh njerëzit a e dinë, pa marrë parasysh njerëzit a e bisedojnë. Besimtari nxitet, kërkohet që çdo herë të ban mirë, ti ban mirë, nga se e mira do të kthehet. Çdo e mirë që e ban ti në jetën tënde, ajo e mirë do të kompenzohet, do të kthehet në dynja, do të kthehet në ditën e gjykimit me shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. Dhe kështu Allahu na tregon për këtë sunet të tij në tokë në disa ajete, në disa argumente. Tha Allahu Azza wa Jall,
fadhkuruni adhkurkum, më përmendni ju mua, unë do t'ju përmendi juve. Ky është një ibadet që ti e ban në atë mënyrë që ti e ban, në atë mënyrë Allahu do të shpërblen. Tha Allahu azza wa jall: wa hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. A mund të jetë shpërblimi të mirës përveç se me të mirë? Tha Allahu azza wa jall: in ahsantum li anfusikum. Nëse bani të mira, i bani ato për veten tuaj. Wa in asa'tum falaha. Dhe gjithashtu nëse bani keq, ajo është për veten tuaj. Të mirën që e ban, e mira do të kthehet. Të keqen që e ban, e keqja do të kthehet. Në sa ibadete pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na nxit që ne të bëjmë vepra të mira, në atë mënyrë që ne i bëjmë, në atë mënyrë edhe shpërblehemi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ai i cili ndërton shtëpi të Allahut, ai i cili e ndërton një xhami, Allahu do t'ja ndërton një shtëpi në xhenetin e tij. Në të njëjtën mënyrë, ai i cili e ndërton një shtëpi të Allahut në dynja, Allahu do t'ja ndërton një shtëpi për te në xhenetin e tij. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ai i cili bën dua për vllaun e tij duke mos qenë ai prezent. Ti në një kohë që dikush nuk të sheh, dikush nuk e di, i ngrit duart dhe lutesh për vëllaun tan: o Allah, lehtësoja filanit, o Allah, ndihmoje filanin, o Allah, zgjidhja problemet filanit. E kështu me radhë, ai i cili bën dua për vëllaun e tij në të njëjtën mënyrë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, obligohet një melek me këtë ibadet. Një melek lutet për ty dhe thot: amin, edhe ty gjithashtu. Amin, edhe ty gjithashtu. Ashtu si e ban ti një të mirë për vllaun tan, ashtu edhe të kthehet e mira ty. Çdo të mirë që e ban, e mira do të kthehet. Ai i cili ndihmon me pasuri, ai i cili jep për hir të Allahut azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi për një njeri i cili duke qenë në kopshtin e tij, duke qenë në arën e tij, duke punuar, e dëgjon një za i cili vjen prej reve lart në qiell: iski hadiqat e fulan. Ujite kopshtin e filanit. Habitet ky njeri, e dëgjon zanin, e shikon një re lart: ujite kopshtin e filanit. Subhanallah, tha kjo re, unë dhe është duke ecur, unë po shkoj pasaj, deri kur arriti në një vend, në një tokë, në një arë, në një kopsht, dhe filloi të bie shi, dhe filloi të ujite toka. Thash subhanallah, çka është kjo? Kush është ky njeri i cili urdhërohet që të ujite toka e tij? E pash një njeri në atë vend, në të njëjtin vend: o filan, si është emri yt? Tha: ma të regoj emrin që dëgjova në qiell, që dëgjova në re, ujite kopshtin e filanit, të njëjtin emër. Tha: por çfarë arsye? Tha: nga se e kam dëgjuar emrin tanë, duke urdhëruar reja që ta ujite kopshtin tanë. Por çfarë arsye? Çka ke bë ti që Allahu azza wa jall ta mundson një gjatë të tillë? Tha: me gjithë se është zbuluar, atëherë do të tregoj. A e sheh vendin tim? A e sheh tokën time? A e sheh bereqetin tim? Po, unë për çdo vit e ndaj atë në 3 pjesë. Një pjesë të bereqetit e kthej përsëri në tokë, që të vazhdon ai. Pjesën e dytë e ndaj për familjen time. Pjesën e tretë e jap çdo vit për hir të Allahut azza wa jall. Fi sabilillah, ti e jep për Allahun, Allahu do t'jep në të njëjtën mënyrë. Dhe kështu tha Allahu azza wa jall në një hadith qudsi, tha: ibn Adam, anfik unfik alejk. O biri Ademit, jep ti, unë do t'jap ty. Në atë mënyrë që ti jep, Allahu do t'jep ty edhe ma shumë. Tha Allahu azza wa jall në Kur'an: wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu. Nuk jep ti ndonjë gjë, përveç Allahu azza wa jall do ta kthen atë, përveç Allahu azza wa jall do ta kompenzon atë.
por vetë se Allahu Azza wa Jall do ta shumë fishon atë. Dhe çdo të mirë që e ban ti në jetën tënde, mos u dëshpëro asnjëherë, mos u dorëzo asnjëherë, mos mendo që e mira që e bana une humbi, e mira që e bana une nuk pati asnjë vlerë, une e bana një të mirë po ku mbeti? Ajo do të kthehet, jo që do të kthehet, po edhe do të shpërblehet në ditën e gjykimit. Kështu ndodhi gjithashtu me një njeri i cili ishte nisur rrugës, Allahu Azza wa Jall e dërgoi një melek. Shko edhe pyete filanin, u paraqit një melek në formën e njeriut. O ti njeri, por ku je nisur? Tha, jam nisur për në filan vendin që ta vizitoj një njeri. Por çfarë arsye? Tha, ta vizitoj atë për hir të Allahut Azza wa Jall. E dua për Allah. Tha, a nuk ki ndonjë arsye tjetër? A nuk ki ndonjë interes, ndonjë dobi dunjaje? Tha, jo, vetëm për hir të Allahut, nga se dua për Allahun. Atëherë meleku i tha, Allahu Azza wa Jall të don ti ashtu siç e don ti vëllaun tanë, edhe me një dashuri ndaj vëllaut tanë, edhe kjo nuk mbetet e zbrazët, edhe kjo nuk shkon kod, edhe për atë do të shpërblehesh, dhe për çdo gjë tjetër që e ban njeriu në jetën e tij, ban mirë, e mira do t'i kthehet, ban keq, dhe e keqja do t'i kthehet. Çdo gjë që e ban njeriu do ta gjenë, qoftë në jetën e tij, po edhe në ditën e gjykimit kur do të dalim para Allahut Azza wa Jall. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të njëjtën mënyrë e përgëzoi Ja'far bin Abi Talib radiallahu anhu. Ja'feri radiallahu anhu mori pjesë në luftën e Mu'tes, ishte komandant e miri muslimanve, e kishte flamurin në dorë, rania e flamurit ishte humbja e luftës. Ja'feri radiallahu anhu duke luftuar dhe duke mbajt flamurin derisa armiku me shpatë i akaputi dorën, e kaloi flamurin që mos të bie në tokë, e kapi me dorën tjetër që mos të bie flamuri dhe mos të dorëzohet ushtria dhe mos të humbet lufta, derisa duke vazhduar me një dorë, me flamurin e tij në dorë dhe të ngritur lart, armiku me shpatën e tij i akaputi edhe dorën tjetër. Pastaj e morën muslimanët flamurin, mirë po Ja'feri radiallahu anhu nga shpatat e armikut ra i vdekur për tokë, ra shahid në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi për shpërblimin e Allahut në të njëjtën mënyrë ashtu siç ka sakrifikuar Ja'feri radiallahu anhu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shoh Ja'far bin Abi Talibin radiallahu anhu duke fluturuar në për xhennet me krahët e tij. Allahu ato duar që i la në tokë por hir të Allahut, Allahu ja kompenzoi me krah që fluturon në të mirat e xhenetit. Çdo të mirë, jo vetëm këtë, po edhe një gjë që çdo gjë që e bën besimtari, që ndoshta duket edhe e thjesht në jetën e tij, Allahu do t'ja kompenzon, e mira do t'i kthehet në dunja, e mira do t'i shpërblehet në ahiret. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa prej njerëzve do dalin në ditën e gjykimit, do t'ju ndriçojnë disa pjesë. Por çfarë arsye? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak të abdesit që e kanë marrë në dunja. Ata që kanë marrë abdes në dunja, në të njëjtën mënyrë do t'ju shpërblet në ditën e gjykimit, do t'ju ndriçojnë fytyrat, do t'ju ndriçojnë krahët, do t'ju ndriçon koka, do t'ju ndriçojnë këmbët. Ata që i kanë lajt gjymtyrët e tyre në dunja me abdes, por hir të Allahut, në të njëjtën mënyrë, e mira e tyre do t'ju kthehet në ahiret. Në të njëjtën mënyrë, e mira e tyre do t'ju shpërblehet në ahiret. Këta njerëz do të dallohen, do të ndriçojnë, por dallim nga të tjerët, të cilët nuk kanë qenë të këtij ibadeti. Andaj çdo të mirë që e bëjmë, shpresojmë në Allahun Azza wa Jall. Çdo të keqe që e bëjmë, rrezikohemi, nga sa ajo nuk do të kalon ashtu kot,
pa u vëretur, pa u kuptuar dhe pa u kthyer në jetët tona, e mos të flasim pa u kthyer në ditën e gjykimit, në ndënimin e Allahut Azza wa Jall. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na mundson të jemi prej atyre që bëjmë vepra të mira. Allahu të na largon nga veprat e këqija. Allahu Azza wa Jall në këtë din të na forcon. Allahu imanin ton të na shton. Allahu gjunahet tona të na i fal dhe të na i pastron. Lutim Allahun Azza wa Jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tanë Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tanë Allahu t'i shëron. Të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun Azza wa Jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.